ta mbrojmë shpejto burani. Shkronjat tona janë të arta, këto dua ne. Shqipëria dhe i dashur, ne së lëmë ty të varfër. Shqipëria dhe i dashur, ne së lëmë ty të varfër. Shqipëtarët por përpishe në alfabetin ton të poshtë në gjyrë në janë në. Letit majnë ato për vete, kemi ton atë. Shqipëria dhe i dashur, ne së lëmë ty të varfër. Shqipëria dhe i dashur, ne së lëmë ty të varfër. Legjë majnë ato për vete, kemi tona të. Shqipëria dhe i dashur, ne së lëmë ty të varfër. Shqipëria dhe i dashur, ne së lëmë ty të varfër. Çdo shkronjë shqipe është një gur themeli i identitetit tonë. Shkronjat tona janë zëri një histori e mirë veçare. 22 nëntori, dita ku shkronjat tona folën me një zë. Gjuha shqipe jeton fal shkronjave që bashkuan zemrat e shqiptarëve. Gjuha jonë është flamuri i padekshëm që mban kombin të bashkuar. Alfabeti shqip është shura shqilik të shkuar, të sotmen dhe të ardhmen e një popull. Alfabeti shqip, fitore e mendjes, kulturës dhe unitetit kombëtar. Alfabeti ynë është drita që ndriçojë rrugën e një kombi. Një komb që ruan gjuhën e tij, ruan shpirtin e tij. Nderojmë sot ditën që forcoj gjuhën dhe kulturën dhe shpirtin shqiptar. Dita e alfabetit festoj çdo vit me 22 nëntor për të përcaktuar një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë kulturore dhe kombëtare të shqiptarëve. Kongresin e Manastirit, mbajtur nga 14 deri në 22 nëntor 1908. Kjo ditë përfaqëson momentin e unifikimit kulturor të shqiptarëve. Kongresi u mbajt në Manastir, në shtëpinë e Fehim Zavalan, që sot është ndruar në Muzeun e Alfabetit të Gjuhës Shqipe. Në këtë kongres morën pjesë 50 delegatë nga 26 qytete dhe shoqata të ndryshme shqiptare, si dhe 18 vëzhgues. Dita e alfabetit të gjuhës shqipe u shpall festë zyrtare në Shqipëri në vitin 2023 dhe për herë të parë u kremtuar si një festë kombëtare atë ditë. Kjo ditë festohet gjithashtu në Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, duke reflektuar rëndësinë e saj për të gjithë shqiptarët kudo ndodhen. Dita e alfabetit. Kushdo që është sa bukur dhe shqiptari vërtet, emri si shuhet kur dhe nderi i rrofërie. Gjuha jonë sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e lirë, sa e bukur, sa e vlerë. Ajo është mëm e mirësisë, që bie qytetëri, nga stinë e vllazërisë, njerëzin e miqësinë. Si jemi grekër, as bullgar, as i tjetër ne nuk jemi vetëm shqiptar, në këtë emër ndërki. Nga gjithë që kemi kënduar, për të njohur Shqipërinë, ka gjë kemi mësuar, të nderojmë më ne. Se njerëzit gjithë vdesin, po jeta s'mbetet e shkret, gjuha më dheu besin të patundur për jetë. Me zemër të gëzuar dhe me gjithë shpirt uroni, zotërit e zotëruar, të gjithë për një herë thoni, rroft e qoftë Shqipëria dhe kombi e gjuha jonë, lullëzov dituria dhe ndinës faqën zonë. Në Manastir erdhi shkronjat, fluturua lart si shqiponjat. Në 22 nëntor 1908 u vendosën në alfabet, mitat frashëri i kongresit dhe gjithë frishta i alfabetit. Sollën tinguj e zanore, i këndon në ditë gazmore. Jeho sot o qyteti bekuar, si qioni dhe kënga shqiptare. Manastiri sot na fali, abetare në mbar kombëtare.
nëntori është një ditë e rëndësishme për të gjithë ne shqiptarët, sepse në këtë datë u vendos alfabeti i gjuhës sonë. Kur kujtojmë në këtë ditë, ne kuptojmë më mirë se sa me fat jemi që kemi një gjuhë të përbashkët dhe një alfabet që na bashkon. Në shkollë kemi mësuar se në vitin 1908 u mbat Kongresi i Manastirit, ku shumë patriotë shqiptarë u mblodhën dhe vendosën alfabetin e sotëm. Ne e vlerësojmë shumë faktin që ata lanë në një dallimet dhe punuan vetëm për të mirën e kombit. Pas përpjekjeve të tyre, ne sot mund të lexojmë, të shkruajmë dhe të mësojmë shqipen kudo që jemi. Për ne 22 nëntori nuk është thjesht një datë historike, por një ditë që na kujton rëndësinë e gjuhës tonë. Ne ndjejmë detyrim ta ruajmë dhe ta përdorim shqipen me kujdes dhe krenari, sepse gjuha është pjesa më e fortë e identitetit tonë. Alfabeti, vlerëshuar e kongresi ditë e lumtur e alfabetit, në manastir zbardi dita, gura kushi e gjerçfishta. Alfabeti u shpash në nëntor, zbriti në manastir si meteor, qyteti lashtë me kultur, emri yt që s'harrohet kur. Dua të shkruaj kuqezi, shkruajat unë që i di, si hëna e plotë e skushur, alfabeti im i bukur. Alfabeti jon, gjua me të lirë, sa përpjekje që kjo festi jetë e lirë. 22 nëntori, shkruajat me ari mori. Me këto shkronja të gjithë mendojnë, me këto shkronja mësuesit ta lavdërojnë. Në këtë ditë të bekuar, shkronja në mbajnë në përduar. Shkronja të gjithë harron, por 22 nëntori me shpirta e kujton. Aja hapudhën me zë të gëzuar, bëja vjen me hap të kuruar, cëja dhe qëja valzojnë nga dalë, deri te zhëja rruga shkon bukur. Një shkronjë, një tingull, një rrugë pa mëzitur, alfabeti ynë si varg i ardh, na i fjalët që prekin çdo zemër e kart. Dita e alfabetit. Dita e alfabetit, e kremtuar më 22 nëntor në Shqipëri, është një ngjarje e rëndësishme që përkujton miratimin e alfabetit të shqipes në vitin 1908 gjatë Kongresit të Manastirit. Kjo ditë simbolizon përpjekjet për ruajtjen e identitetit kulturor dhe gjuhësor të shqiptarëve, duke theksuar rëndësinë e arsimit dhe komunikimit. Aktivitetet si lexime dhe ekspozita ndihmojnë në promovimin e gjuhës dhe kulturës shqiptare. Në këtë festë, theksoj se çdo letër e alfabetit është një pjesë e historisë sonë dhe një mundësi për të ndarë pasionin për gjuhën shqiptare. Dita e alfabetit na bashkon si kombë dhe na fton për të vazhduar përpjekjet për ruajtjen e gjuhës sonë. Alfabeti është çelësi që hap dyert e dijes dhe komunikimit, duke na lidhur me historinë dhe kulturën tonë. Alfabeti është drita ime, që ndriçon gjithë shqiptarin. Shqiptare, flitet gjuha jonë amtare. Kur këndoj për gjuhën time, mëre zemra plot gëzim. Alfabeti është drita ime, që ndriçon gjithë shqiptarin. Alfabeti është drita ime, që ndriçon gjithë shqiptarin. Kur këndoj për gjuhën time, mëre zemra plot gëzim. Alfabeti është drita ime, që ndriçon gjithë
shqiptari.